Mirëqen letra e kryeministrit që do rrisë krejt. Kryeministri ka hyrë si deputet si individ. Po. Dhe më thonë, nuk ka hyrë si qeveri. Edhe ai duhet me dhonë çdo individ. Tash, si për shembull, a kemi, s'di, ka në ajo prej atyre ministrave që s'është kandidat për deputet. Zavens kryeministri më duket, nuk është. Zavens kryeministri. Zavens kryeministri nuk është. Nuk është. Besnik Besimit. E çka duhet me bëj për shembull? S'po të pyes ty opinion, çka duhet me bëj? Ka duhet me shku? Çka duhet me bëj? Duhet me në detyrë, fare. Ajo është në detyrë, nuk i merr kompetencë atë kryeministri. Ose mbas më pas janë ta kandidat për deputet asnjë. Çfarë dosh me bën këta? Profesor, pyetja legjitime, si unë zres që shumë legjitime, po si pyetje. Nëse sot ish votu, hipotetike, ish zgjedh edhe kryeparlamentari, ashtu edhe qeveria, pa dhonë ndërheqje, kryeministri Kurti edhe ministrat, mos tek kërku opozita, a ish konsideru shkelje kushtetuese? Jo. Jo. Ish bo qeveria re, kish vazhdu punën edhe suksese. Okej. Profesor. Juristi duhet me qenë edhe politikan, jo veç që kështu, se nuk janë të ligjet natyrës, ta kemë parasysh. Norma e ka një kuptimi, ka 2 kuptime, 3 kuptime, s'ka kuptim heq. Ne jemi të thirrur, me javon kuptimi norës, me sharu. Interpretimi horizontal dhe vertikal. Interpretimi vertikal bëhet me aktën me ligjore dhe me aktën në ligjore. A kupton, nuk mund është ti me qitë shtetin në hulaj për këto situata caktume. Për ndryshe, duhet ligji mbi qeverin që e kam trajtu unë, dhe më thonë, ka defekte edhe duhet me rregullu. Sa thët, ligji për qeverin, njëri 30, pika ne, ligji për 30, thëtë se qeveria Kosovës është në detyrë deri sa të vjen qeveria re. E kryme. Po komentoj sa është vendimi i fundit që mur ish ministri, ose ministri në detyrë, zotja Kuran Murati, për çështjen e arkave fiskale. Po konsiderohet që është jo ligjore dhe antikushtetuese, pasi që është vetëm ministër në detyrë i dërhequr, nuk konsiderohet i dërhequr, sa ai se ka dhënë dërheqjen, nuk konsiderohet ministrat të dërhequr me letrën e kryeministrit Kurti. Ju thatë se cili duhet vetë jak me shku me ofru dërheqjen. Po dërheqja ofrohet ai që cilit ka zgjedh. S'mësh me dhënë dërheqjen ti në për lagje me çu dërheqjen. Duhet më jashtu zotit Kurti. Parlamentit duhet më jashtu. Parlamentit Kurti nuk mundet kërkuj sa e ka ngarku. Qaj që të ngarkon, aj të shkarkon. Parlament nuk kemi tash, profesor? Po s'kemi parlament, po tash dhe me thonë ka dhonë dorëheqje prej detyres legjitime që e ka, po është në detyrë. Në detyrë. është, dhe me thonë, është ushtrës detyre, ose është i dorëhequr, se dorëheqja e qeverisë bëhet me kushtetut. Momentin kur parlamenti nuk funksionon, konsiderohet se qeveria është e dorëhequr. Profesor, vendimi i zotit Murati, në rast se kishte dhënë dërheqje, ju thatë që nuk konsiderohet dërheqje, se s'mundet me thonë kryeministri në emër krejt ministra, po duhet me thonë ministri jak. Se vetë deputet po. Si ministri i dërhequr, a ka të drejtë me marrë një vendim të tillë ligjor sikur çështja? Ka të rregulluar me ligjin mbi qeverinë ka të rregulluar me këtë çështje. Kreti ka drejtë, s'ka drejtë. Çka ndodh me ministrat që në detyrë bëjnë shkelje ligjore, dalin për te kompetencave? Shkelje ligjore, atëherë ndiqen me ligj. Duhet ndiqen me ligj. Absolutisht. Profesor, një shtet juridike, ku së ndonë ligji, kërkosh mbi ligjin, ndiqen me ligj. Dëmonë, nëse dalin për te kompetencave, bëjnë shkelje të qartë ligjore. Absolutisht. Shkon, do me thonë, ndjekë prokuria ndjekë. Profesor, a ka ndodhur në historinë e Kosovës si mos më votu raporti komisionit për verifikimin e mandateve? Jo, është për herë të parë, nga praktikat mia, do të thonë parlamentare, për herë të parë është. Krejt çka po ndodh është për herë të parë. Tash na duhet të jem kujdes. Çka po ndodh? Si komenton si lojë politike? Si thatë juristët do të konë pak më. Shikoni, po i duhet mos votimi i komisionit për verifikimin e mandateve s'ka ndodhur asnjë në historinë e Kosovës. Tash troj pyetja është shumë legjitime. Këto ndodhin, domethënë rrugës. Këto çështje ndodhin rrugës. Norma krijohet mbas i ndodhin veprimet. A kupton, nuk është teori. Teoria juridike është pas normës shkon. Norma krijohet në bazë të veprimit. Tash ka ndodhur edhe duhet më marr masa. Organ i centralizuar për rregullimin e kësaj çështje është veç gjykata kushtetuese. Dhe kështu nuk ka ndodhur asnjëherë, për shkak se konsiderohet një çështje shumë formale, domethënë formalitet, jo formale, po edhe formale edhe formalitet, por këto ndodhin për shkak se partitë politike kanë përdorur mjetet politike, domethënë që kanë të drejtë, është demokraci, kanë drejtë, është inteligjenca e tyre e cila ka gjetë këtë moment, edhe ata janë të interesuar se Albin Kurti mos më qenë kryeminist. Dhe kjo është faza e parë. Shumë janë të interesuar që mos më qenë kryeminist.
Albini. është kërkesë, është Po, pozicion më politik. shumë, po. Se kushtetuta ja mundëson edhe të tjerëve. Momentin kur hinë në parlament, e ka lënë